Mirë se vini në kanalin tonë Fuqia e Trurit. Vitamina B12 është një nga vitaminat më të rëndësishme për organizmin. Megjithatë, mungesa e saj shpesh kalon pa u vënë re. Kjo ndodh sepse simptomat zakonisht shfaqen gradualisht dhe në fillim mund të ngatërohen me lodhjen e zakonshme, stresin ose mungesën e gjumit. Vitamina B12 luan një rol jetësor në prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, funksionimin normal të sistemit nervor dhe krijimin e ADN-s. Kur organizmi nuk merr mjaftueshëm vitaminë B12, pothuajse çdo pjesë e trupit mund të ndikohet, nga truri dhe nervat deri tek muskujt dhe zemra. Mungesa e saj është më e zakonshme se sa mendojnë shumë njerëz. Ajo mund të shfaqet tek personat që nuk konsumojnë mjaftueshëm ushqime me origjinë shtazore, tek të moshuarit, tek personat me probleme të stomakut ose zorrve, si dhe tek ata që përdorin për një kohë të gjatë disa medikamente që ndikojnë në përthithjen e saj. Në këtë video do të shohim 7 shenjat më të zakonshme që mund të tregojnë mungesë të vitaminës B12 dhe pse nuk duhen neglizhuar. Para se të vazhdojmë, bëni subscribe që të mos humbini video që ju bën të kuptoni më mirë shëndetin tuaj. Lodhje dhe mungesë energjie. Një nga shenjat më të zakonshme është lodhja e vazhdueshme. Nëse ndiheni pa energji edhe pasi keni fjetur mirë ose lodheni shumë shpejt gjatë aktiviteteve të zakonshme, mungesa vitaminës B12 mund të jetë një nga shkaqet. Kjo ndodh sepse vitamina B12 është thelbësore për prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut. Kur këto qeliza nuk prodhohen siç duhet, organizmi transporton më pak oksigjen drejt indeve dhe muskujve. Si rezultat, trupi lodhet më shpejt dhe mund të ndiheni të raskapitur edhe pas përpjekjeve të vogla fizike. Shumë njerëz mendojnë se kjo është vetëm pasojë e stresit ose moshës, ndërkohë që në disa raste shkaku mund të jetë një mungesë vitaminash. Mpirje ose ndjesi shpimi në duar dhe këmbë. Vitamina B12 është shumë e rëndësishme për shëndetin e nervave. Kur niveli i saj bie për një kohë të gjatë, nervat mund të fillojnë të dëmtohen. Për këtë arsye, disa persona përjetojnë mpirje, shpime si gjelbëra ose ndjesi djegje në duar dhe këmbë. Në fillim, këto simptoma mund të shfaqen vetëm her pas here, por me kalimin e kohës mund të bëhen më të shpeshta. Nëse mungesa vazhdon për një periudhë të gjatë pa u trajtuar, dëmtimi i nervave mund të bëhet më serioz. Humbje e ekuilibrit dhe marramendje. Një tjetër shenjë që shpesh neglizhohet është vështirësia në ruajtjen e ekuilibrit. Disa persona ndihen të pasigurt gjatë ecjes ose kanë ndjesinë sikur humbasin stabilitetin. Kjo lidhet me faktin se vitamina B12 ndihmon në funksionimin normal të nervave që kontrollojnë lëvizjet dhe koordinimin. Në disa raste mund të shfaqen edhe marramendje, sidomos gjatë ngritjes së menjëhershme në këmbë. Sigurisht, marramendja mund të ketë shumë shkaqe të tjera, por nëse shoqërohet edhe me simptoma të tjera, mungesa e vitaminës B12 është një mundësi që duhet vlerësuar. Probleme me kujtesën dhe përqendrimin. A ju ndodh të harroni shpesh gjërat e zakonshme, të mos përqendroheni dot në punë ose të ndjeni sikur mendja nuk funksionon si më parë? Edhe kjo mund të lidhet me mungesën e vitaminës B12. Truri ka nevojë për këtë vitaminë për funksionimin normal të qelizave nervore. Kur ajo mungon, disa persona përjetojnë vështirësi në përqendrim, harresë ose mjegull në tru, ku mendimi duket më i ngadalt dhe përqendrimi bëhet më i vështirë. Lëkurë e zbet dhe gulqem. Mungesa vitaminës B12 mund të çojë në lloj anemie. Kur kjo ndodh, organizmi prodhon më pak qeliza të kuqe funksionale dhe transporti i oksigjenit zvogëlohet. Si pasojë, disa persona kanë lëkurë më të zbetë se zakonisht, ndihen pa fuqi dhe mund të kenë gulqem edhe gjatë aktiviteteve të lehta si ngjitja e shkallëve. Në disa raste mund të shfaqen edhe rrahje më të shpejta të zemrës si përpjekje e organizmit për të kompensuar mungesën e oksigjenit. Gjuhë e skuqur dhe probleme në gojë. Një simptom më pak e njohur është ndryshimi i gjuhës. Tek disa persona, gjuha bëhet më e kuqe, më e demuar dhe mund të jetë e dëmshme. Disa përjetojnë djegje në gjuhë ose plak të vogla në gojë. Kjo ndodh sepse mungesa e vitaminës B12 ndikon edhe në rigjenerimin normal të qelizave të mukozës së gojës. Megjithse kjo simptom nuk shfaqet tek të gjithë, kur shoqërohet me shenja të tjera, mund të jetë një tregues i rëndësishëm. Ndryshime në humor. Një nga shenjat që shumë njerëz nuk e lidhin me vitaminën B12 janë ndryshimet në humor. Disa persona ndihen më nervoz, më të irrituar ose më të trishtuar pa ndonjë arsye të qartë.
Në raste të caktuara mund të shfaqen edhe ankth, mungesë motivimi apo simptoma depresive. Kjo ndodh sepse vitamina B12 merr pjesë në prodhimin e disa substancave kimike në tru që ndikojnë tek humori dhe funksionimi normal i sistemit nervor. Sigurisht, këto simptoma mund të kenë shumë faktorë, por mungesa e vitaminës B12 është një prej tyre. Kush është më i rrezikuar? Mungesa e vitaminës B12 nuk prek vetëm një grup të caktuar njerëzish. Megjithatë, rreziku është më i lartë tek personat që ndjekin dieta vegane ose vegetariane për periudha të gjata pa burime të përshtatshme të vitaminës B12. Gjithashtu të rrezikuar janë të moshuarit, personat me sëmundje të stomakut të cezorëve, si dhe ata që përdorin për një kohë të gjatë medikamente që mund të ndikojnë në përthitjen e saj. Për këtë arsye, nëse i përkesni njërit prej këtyre grupeve dhe keni disa simptoma që përmendëm, mund të jetë arsyeshme të diskutoni me mjekun për një vlerësim. Si mund të merrni më shumë vitaminë B12? Vitamina B12 gjendet kryesisht në ushqimet me origjinë shtazore. Burimet të mira të vitaminës B12 janë mishi, peshku, vezët, qumshti dhe produktet e bulmetit. Për persona që nuk konsumojnë këto ushqime ose kanë vështirësi në përthitjen e vitaminës, mjeku mund të rekomandojë suplemente ose në disa raste injeksione me vitaminë B12. Është e rëndësishme të mos filloni përdorimin e dozave të larta pa këshillën e një profesionist shëndetësor, pasi fillimisht duhet të përcaktohet shkaku i mungesës. Vitamina B12 është thelbësore për shëndetin e gjakut, trurit dhe sistemit nervor. Lodhja e vazhdueshme, mpirja e duarve dhe këmbëve, problemet me ekuilibrin, harresa, zbehja e lëkurës, ndryshimet në gjuhë dhe humori janë disa nga shenjat që mund të tregojnë mungesën e saj. Megjithse këto simptoma nuk do thonë domosdoshmërisht se keni mungesën vitaminës B12, ato nuk duhen injoruar, sidomos nëse zgjasin për një kohë të gjatë ose shfaqen së bashku. Kaq për këtë video, faleminderit që na ndoqët dhe për më shumë video të tilla bëni subscribe, like dhe comment.